Ora, po si mundet ky kryeministri shqiptar? Si mundet ky që flet në përbot, në Evropë, në Amerikë, në Izrael, flet si burr shteti, por kur vjen në Shqipëri, është kaq idiot, kaq i vogël, kaq maskara, kaq i paftyr, edhe kaq ignorant me ato që thot, që unë se marrë vesh thot, ka tyle kriminal po. Si mund të jetë njeriu kaq kontradiktor me vetveten, që të duket, ndoshta ja bën fjalimet të tjerat që flet në përbot, po pse nuk e dëgjon ato? Edhe kur flet në Shqipëri, njerëz shqiptarët e mi nuk arrit do të kuptoj, jo vetëm me Edi Ramën, por me gjithë këtë sojë së rollopin, sidomos me këto lapanjozët e medjes, me këto idiotët e medjes shqiptare, se këto janë ato që po na morën në qafë më shumë se sa dhe politikanët idiot. Politikanët si Bardhi e këto kanë 2 ditë në çdo vend, çdo politikan, çdo deputet, çdo gazetar na përdorin me herë fjalën intimidate, ajo ka intimidu, ka i pënën onës ju i maskaret. Nuk e di populli shqiptar mor klysh të kurvës, se çdo thot intimidate, ke fjalën e bukur shqiptar, shqipe më bëqen të bërqenet, ka shantazhu, i bën shantazh. Do shtë dhe kjo ka ardhë nga gjuhë të huja, nuk e di, por që e kuptoni madhe i vogël në Shqipëri, këto klys mëra, këto mjeran mëra, këto njerëz të medjes, por i lejmë këto me njanë, se kështu kanë qenë, kështu do jenë këto, sum pamukët, gazetarët, që dalin e për mikrofonat, që shkruajnë gazeta, këto lapanjozët e kombit. Por mirë, shif çfarë lajmesh, hapni lajmet, shkoni në për YouTube, edhe dhe shikoni këto mjeran, nuk përshpunë çfarë kanale televiziv dhe shkoni. Lajmet e para që japin janë Epstein, u arrestua i anglezi, po kush ja qiu nonën Epsteinit dhe ata që ka bua Epsteinin në Shqipëri, në Kukës, në Tropoj, në Tërbaç, në Dukat, ku e kanë ata iden kush është ky plysh Epsteini, ku kanë Epsteinet e vet në krye të qeverisë, mor idiot, mor psikopat. Epsteini u arrestua dhe ky çka ishte ambasadori tjetër i Anglisë në Amerikë. Këto mund të jenë lajme në fund që mund me mushë ata, po jo të jetë lajmi i parë për shqiptarët që janë bloku, gjysma e Shqipërisë nuk vjen në Tiranë, se është bloku rruga më klysh të kurvës. Apo të kurvëve, se më është po kja kurvës e dhemë. Krysh të kurvëve, apo gjithë krysh të një kurve. S'prish punë. Lajmi i parë, nuk është se Karabora, thonë, Karabora në Amerikë, është bloku Washingtoni, ty të është bloku gjysma e Shqipërisë, më në psikopat, më idiot. Këto s'din që japin lajme, kuj kanë morë këto njerëz, morë këto psikopat. Nëse i lejmë njanë, se kjo është e bota e politikanëve, edhe bota e gazetarëve, një botë mjeranë, një sumë lëpires, psikopatët, idiotët, por Edi Rama ka dalë edhe kryeministri i vendit, më njëherë ka ikë me avion, me kështu, me helikopter dje në Korç, edhe ka thonë kë klysh kurve, ka thonë që është faktor natyror, karashi jo. Kush je ti mër të qif deri nonën? Kur u bonë ti ekspert i gjeologjisë? Kur e ngritë ti një komision të pavarur ekspertësh të bëjnë studimin që pse rëshqiti toka që mund t'i marrë me muj, e jo me në ore, s'ku dole ti mër klysh kurve, që ta deklarosh këto që ty të takon si burr shteti që je, që do të ngrej komisione me një herë. Do ngrej komisione që të vërtetojnë me herë nëse rëshqitja që ka ndodhë tje, është sa është bo gryrje për shembull, në qoftë se ka pas aty në lumë, është gryzhavore, si që thonë. Në qoftë se ke fakte, mund tjetë dhe largë, po gryrje vjen. Në qoftë se ke morë zhavore që ka kryu bazamentin aty në breg të lumit, ka kryu bazamentin për shrekuj,
Edhe ti shkon edhe merr zhavorin pa kriter ku mund t'jetë afër rrugës. Natyrisht që shtrati i lumit ndryshon, gryhet edhe dheu do të rrshqase. Kur e bën ti këtë ekspertizë që kjo në radhë të parë nuk është marrë zhavor pa kriter, nuk është marrë zhavor në atë pjesë lumit, edhe në radhë të dytë edhe nëse nuk është marrë, nuk ka kriju në gryrje. Kur i bën ti ekspertizën, kur e bën ti ekspertizën që ndoshta nuk është faj këtyre të korrupturëve që bëjnë rrugën, që nuk kanë bë kanalizimin, nuk kanë bë drenazhimin, nuk kanë bë studimin e dheut përpara se të bëjnë rrugën, se sa fortifikime don që mos të bjerë, ose se sa pemë duhet millen aty poshtë, ose sa kanalizime do bëhen. Kur i ke boti këto hetime më të qiv deri nonën, ty edhe gjithë popullit tim që të vjen mrapa ty më krysh kurve. Që janë këto idiot, nuk guxon kryetari i qeverisë të dali edhe të dalë në mbrojtje. Me njëherë, pa u bo hetimet, që hetimet nuk duhet i bëjnë organet qeveritare, duhet t'jenë të pa anshme, nëse është shkak i korrupsionit, se janë vjedh fondet, nuk janë bo drenazhimet e duhura, nuk është bo studimi duhur i dheut, që është apo s'është i rrëshqitshëm, ka s'ka argjila, që leshin kush rrëshqet poshtë, është shkam guri, edhe nuk janë bo studimet ose parandalimet e abuzuzëve, që mornin zhavorin edhe krijojnë, ore edhe fëmija që është fëmijë i vogël, shkon bregdetit, paurit, sa ka hapsyt, e bën atë kalan me roni, dhe një flamur përsipër një tek, e gryn poshtë dhe bjen ajo. Ku e ke ekspertizën më të qivë deri nonën ty, edhe të shtia kam gojën të thamë plotë dhe çdo lloj socialisti që të mbron ty, mor krysh kurve. Si mundesh ti, kryetar qeverie, të t'i japësh të drejt hajdutëve që kanë vjedh fondet se nuk rreshqet rruga kot? Të atyre që abusojnë edhe vinë edhe marrin zhavorin, kurse këta të medjes më shkon një idiot atje nga Top Channel, ka dalë 4-5 herë, ka një 4-5 vetë aty që janë atë drejtuesit, edhe atë drejtuesit janë gjithmonë aty në ekran mas kësaj, edhe kjo pa pikën e turpit thot, jam i kënaqur që këta janë me mu. Nuk janë ato t'jenë me ty, duhet shtit jesh me ato ku punojnë, atje në luz veçizmën për të qiv deri nonën, gazetari idiot, janë këta me mu. Nga 5-6 herë, që ato sikur janë këshu ekspertët, dhe to ka dalë ato snafët e diramët gjithë aty, kanë vesh ka një gjaketë dhe rrinë mas medjes edhe për lajme, askush nuk po merret me hetimin. Për në vend që thot jam edhe unë atje është vesh me qizme ka shku atje ke balë të ku punojnë, ka heqët ato që ndërtojnë punët, edhe janë në mund, kanë ardhë ato me qenë televizor. Populli ignorant, populli idiot, o popull maskara, ku themin e populli madh, popull mut, sa mi qoka, ju përshtet.